Kryeministri Edi Rama inspektoi disa projekte të qeverisë në Librasht, pjesë e investimeve për rilindjen urbane. Ridimensionimi i sheshit të qytetit, prishja e ndërtimeve pa leje në qendër, si dhe ndërhyrjet në fasadat e pallateve, janë një pjesë e ndërhyrjeve të nisura në Librasht. Kryeministri Rama i cilësoi një proces të pandarshëm dhe të shëndetshëm të zhvillimit urban që do të shtrihet nga qendra drejt periferisë së zonës. Është rezultat konkret i punës së mirë menduar, jo vetëm projekte, por edhe me një strategji të qartë për të ushtrirë nga qendra drejt periferisë dhe nga çdo periferi drejt njësive administrative. Unë kam shumë të qartë që këtu ka akoma shumë nevoja, por ajo që është e rëndësishme gjithë njerëzit të kuptojnë që ky është një proces i pandalshëm dhe shumë i shëndetshëm i zhvillimit urban. Në zonat ku është ndërhyrë, kreu i qeverisë tha se transformimi urban ka nisur të japë efektet e para pozitive në rritjen e aktivitetit të biznesit. Ajo që njerëzit njëherë nuk e perceptojnë edhe për shkak të propagandës Kazanit, është që kjo lloj qasje sjell rritje të ekonomisë lokale, sepse sjell rritje të dëshirës për të bërë biznes vogël, sjell patjetër edhe rritje të vetpunësimit ose të punësimit vogël. Projekti për rilindjen urbane në Librasht ka prekur edhe rikualifikimin e hyrjes së qytetit, zonë e cila përmbytet nga lumi Shkumbin. Pjesë e investimeve të qeverisë ishte edhe kopshti i fëmijëve.